Plot obori me polic, ka kërcit dera aty, na jina të rrëzua, fëmija të kjajt, vira të kjajt. Tanë policia, moja për mangëve të agja, të vlezdit e burit tëmë. Të hyrë nga porta? Nga porta, për moja porta. Po pse, kishit tentativ për t'ikju, a? Kishit nxjerr arma? Jo, si se na në shtëpi tonë. Ju s'dini gjë vetëm kur i pat që hyrë? Kur i pam, se na hyn aty, burri jam ke fjetun, u qua, doli por atyne. Pra nuk është se trokitën në derë? Jo, trokitën në derë, ata po tjetë kishin hip maja për mangëve, të agja jem, maja për mangëve kanë hyn mren atje, të vlezdit e burit tëmë maja për mangëve, pa leje, pa korisen, pa të veshën, du të më ardhë me grua me na hi mren, jo, policës pa të veshën hiq, me na hi për gja shpisë. Si pa të veshën, civil? Civila, edhe të veshën edhe civila na kanë hi mren, pa grua, si s'du të me hi pa femen në shpi. S'ka drejt me na hi në shpi, me na terrorizua. Qa ore ka qenë natër? Në orën 8 darkës. 8 mbas ditës, a? Darkës, po, 8 darkës, natë na kenë. Edhe na kanë arë. Burin të ma kanë marë aty, se burri jema vetë mrojt, kanë kapë fëmin me këmullës të, e kanë kapë në fytë, të mytë, burri jem i ka ra ngrush normal me pështu fëmine vetë se si me kanë fëmija. Sa vjeç fëmija? Fëmija 20 vjeç ka kënë djali, si e kanë kapë në fytë ata, burri jem i ka ra ngrush, tatina, për me pështu këta, atër i kanë ra dhe burri tem. Dy duhet janë për my kry atër se mu vetë mrojt, duhet më i ra dhe ati tjetrit. Burri jem ka kënë për ditë këto, as i ditë s'ka bo zhurm e kur gjanë këto, ka ne i qitë, atë ditë si ka nëvë në gjarja, ka po a njërzi tura, i ka thonë këtyne lagonju, nuk janë largua këta, ta kanë ka dhunën ma për parën, kanë ka fëminën në fytë, burri jam ka të në tu atër, mu dalë zëtë fëmive. A, këto gjëra ka ndodhë këtu, apo të shpia? Këtu, shtunën këtu. Të shtunën pra për ngjarjet që ndodhën këtu, erdhen edhe hyn nga... Të shpia atër në darë kanë arë të shpia atër. E kuptoj. Kanë arë të shpia. Edhe burrin e kam në burg, qysh atit e kam në burg në Shkodër, nuk e dim fatin e ty në si kanë mu ba. Unë i bajnë thirrje qeveris, i bajnë thirrje kryeministrit, i bajnë thirrje tonë ambasadak shqiptare. Donald Trumpit, tana, si të në nabë drejt ne, se Edi Rama nuk në nabë drejt ne. Se me kenë se me në dhanë drejt, aj nuk kena shku në këtë gradna. Me në ardhë Edi Rama këtu me në dhanë përgjigje, se Belinda Balluku i ka firmos letrat me në marrë tokën tonë. Na jena, burri jam ka le këtu. Bashkë me Edi Ramën? Bashkë me Edi Ramën, burri jam ka le këtu. Kena shpin aty, kena shpin e aqës vjetër, tash 100 vjetë, tash 200 vjetë. 200 marë qa 100. Ta ma shumë, ma 4 gjyshës, 3 gjyshës, ta na jena këtu na. E pse me ardha ta me në marrë tokën ne këtu? Sa mirë s'na kanë arë me na prujnë herë kena shku për ure, na thy ka manure, zanun jam kënë të igen me linë fëmin, ma thy ka manure, e s'kena pas rrugë me ik, tash se na banë rrugën dhe në me na marrë dhe tokën, jo. Kena letrat, kena le këtu, dem baba dem na këtu, na s'jena të ardhën për jashtetit, jena venali këtu, jena venali këtu na, s'na ka prunë kush të njerë. Ja kupta. Qa do bësh në? Qatë kena me bona, fëmini kena në burg, burat në burg, kena me njashe pak, s'mon rezistojmë na kështu. Nja i bojmë thirrje qeveris me na dhanë zgjidhje, sa ma parë. Se na kështu nuk banë, me na qitë në vrasje, me vra njerëzit atër me shtetit na nuk më një dalim balë, po me na mroj shtetin ne, jo policia me mrojt ata, e me na dhunu ne. Tu na dhunu policia, edhe mu ma kanë fut në grusht policia. Ka rënë grusht? Po, në grusht, po, edhe mua ma ka fut në grusht policia. Edhe burri jam i ka thënë, jo, nuk gjujti gruja jame, gratë. Edhe mua më kanë dhunua, e sa kanë dhunua tanë njerëzit këtu. E të mërshme. Tanë njerëzit këtu na kanë dhunua, për ditë. Faleminderit, faleminderit. Faleminderit ju. Po, ja, do flasim. Po të pisi i ka qane.